Kjo është ura e Halilajve në hyrje të fshatit Dars në bashkinë e Klocit, e cila është shpallur monument kulture i kategorisë së parë që prej vitit 1977. Ky objekt është në mbrojtjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Kulturës që monitorohet nga Drejtoria Rajonale Monumenteve të Kulturës Tiranë. Duke qenë se ka një rëndësi të madhe historike e kulturore, duhet të mirëmbahet vazhdimisht dhe të vendoset në shërbim të turizmit. Por siç duket nga pamjet, urën e ka mbuluar bimësia dhe nuk është vendosur asnjë tabelë informuese që tregon historinë e saj, në mënyrë që të gjithë vizitorët të mund të marrin informacionin e nevojshëm. Banorët thonë se duhet më shumë kujdes në ruajtjen e saj, pasi po abuzohet me hedhjen e mbeturinave aty. Po ferrat e ka saftu këto, urën e Halilit. Ajo ura e Halilit është me kulturë normal. E kanë bërë pari tonë. Këto ka ferra, ka gjoja, ka. Hedhin mbeturina, mojnë gurë lume, mojnë zhavor lume. Po mbeturina për ditë. Me ka mashinë edhe. Me ka mashinë dhunë e hedhin dhunë. E vera, s'u shkesh poshtë me kom si vera mikrop. Pa të gjesh mion, se nuk hedha, ka vend e tjetër, të këtu. A unë i mori hedha që, ke koshi, ku ka, ose i gjek. Vish dark, mëgjes i hedhin, dark dhe hedhin. E të buri u e rgulloj, pres mori. E pone të, që shema e dhëtë, u e rgulloj, pres mori. Ura Halilajve thuhet se është ndërtuar nga një antar i fisit Halili dhe ka një rëndësi të madhe historike për shkak të stilit të saj venecian. Ajo pozicionohet midis fshatrave Dars, Bele e Fullqet dhe gjendet mbi degën e zallit të Gjabzës, rreth 500 metra larg Kërkujdet dhe së tij në Lumin Mat. Gjatësia e saj është 19.5 metra dhe gjerësia e trasesë është 2.60 metra. Lartësia e harkut të urës është 9 metra. Ura ka një dritare me lartësi 1.7 metra dhe gjerësi 1.1 metra. Traseja e urës është ndërtuar me gur, ku shtresa e parë poshtë është me gur shtufor të gdhendur në mënyrë kuadratike dhe shtresa e dytë sipër është me gur lumi. Harku i urës ka një gjatësi prej 15 metrash.